Ecën rrjedh vetë, zoti Noka, kështu që është e qartë. Ju lutem, zoti Berisha, përfundoni fjalin. Ne përfundoni fjalin. E ke shtruar këtë parlament në një neveri të vërtet me mënyrën se si ti e drejton si me qenë një sekretare e mirë dhe jo një kryetar. Mirë, kjo është fyerje tani, ju dhash kohën për të përfunduar, nuk e përdoret për fyerje. Si gjithmonë. Fjalor krejtësisht i papranueshëm, ju lash që të flisnit sepse duhet edhe qytetarët të kuptojnë se ç'lloj fjalori është ky. Krejtësisht hapësirën e keni të plot si në komisione, si në Kuvendin e Shqipërisë. Për kohën tuaj me minutat barabarta. E njëjta gjë ndodhe me deputetët e shumicës, i pritet koha kur përfundon. Koha, zoti Noka, të lutem, shiko si jeni bërë vetë se shi e shkruaj. Tani, zoti Koçi ka kërkuar fjalën për replikë.